Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në ekranin e televizionit Apollon. Kemi folur edhe herë të tjera për sa i përket administratës publike dhe për sa i përket institucioneve, qofshin ato qendrore apo edhe vendore pra në qytetin e Fierit. Kemi ndjekur nga afër çdo lloj aktiviteti të zhvilluar brenda institucionit, kemi folur ndërkohë edhe për demokracinë dhe mënyrën se si funksionojnë këto institucione. Por jemi ndalur edhe tek administrata publike, por nuk e dim nëse e njohin të rinjt e qytetit të Fierit se si funksionon në fakt administrata publike. Pikërisht për këtë është ndërmarrë një projekt i cili po implementohet momentalisht me të rinj nga shkollat të ndryshme të qytetit, ndihmuar edhe nga Bashkia e Fierit. Për më tepër le të diskutojmë me këta të rinj që unë i kam sot në studio. Janë në fakt përfaqësues të shkollave të mesme të qytetit, qofshin këto publike dhe jo publike, ndërkohë që kam të pranishme edhe dy përfaqësuese të cilat janë dhe iniciuese dhe përfaqësuese dhe koordinuese si dhe drejtuese të projektit në fjalë, dhe është pikërisht Suzan Manikovski, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, dhe zonjusha Florida Ali Hoxha që përfaqëson edhe Bashkinë Fier. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Atëherë flasim për administratën publike, por flasim për një projekt në fakt që duket se tregon një zanafill ndryshe, një indicie të re. Absolutisht. Një nga strategjitë e Bashkisë Fier, siç ju tashmë jeni mësuar, është bashkëpunimi me të rinjt. Dhe kryesisht rritja e kapaciteteve, që do të thotë përfshirja e të rinjve dhe gjithë qytetarëve, jo vetëm në zbatimin e projekteve që bashkia është duke implementuar, por edhe në edukimin bashkëpunimi me të rinjt parë që ne bashkëpunojmë me të rinjt, këtu dua të përmend fushat sensibilizuese që janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen për riciklimin, për mënyrën e ndarjes së mbeturinave sipas llojit tyre, dhe fushatat që janë bërë në për shkolla për mënyrën e edukimit. Po, do të ndalemi pak më vonë për bashkëpunimet e hershme, në fakt që ka patur institucioni juaj me të rinjt e qytetit, por le të mbetemi tek projekti në fjalë. Çfarë qëllimi ka projekti dhe çfarë presupozoni të arrini? Atëherë, qëllimi kryesor i këtij projekti ishte për t'i dhënë mundësi nxënësve të rinjve të shkollave të mesme për të familiarizuar dhe për të mësuar se si funksionon administrata publike, si dhe për të rritur aftësitë profesionale të tyre. Gjithashtu për të njohur institucioni publik më nga afër se si funksionon, pra cilat janë departamentet kryesore të shërbimit të administratës publike për qytetarët, dhe njëkohësisht kemi menduar që ky trajnim ose kjo praktik për këta të rinj do të zhvillohet në 3 pjesë kryesore. E para, e cila sapo ka filluar, do t'i ushtrojmë hartimit dhe shkrimit të një projekt propozimi. Do të jenë vetë këta nxënës, këta të rinj, që do të vinë me një ide. Pra do të ketë një diskutim për konkludimin dhe realizimin e një projekt propozimi. Duke paraqitur nevojat që kanë të rinjt sot, në fund ata do të mendojnë se për çfarë projekti do të aplikojnë. Dhe vetëm para pak ditësh ne kemi mësuar idenë dhe cili do të jetë projekt propozimi, që është ndërtimi i një kinemaje. Ishin vetë këta nxënës të cilët menduan se problemi më i madh për këta të rinjt, duke pasur jo shumë opsione argëtimi, menduan ndërtimin e një kinemaje verore. Gjithashtu, gjatë 3 jave, pra ky trajnim do zgjasej për 3 javë, gjatë këtyre 3 javëve do të kenë trajnime për etikën, për stilet e punës, për zhvillimin e karrierës, ku do të jenë trajner profesionist dhe në karrierë, të cilët do të japin këto leksione, si dhe vizita në zyrat kryesore të administratës publike. Gjithashtu këtë mund ta cilësojmë si një program internship, e cila ka filluar ose mund të cilësohet si mund të shikohet si një risi në administratën publike. Ndalemi pak më vonë te kjo pjesë. Atëherë zonja Manikovski, keni marrë një iniciativë që duket e bukur, por në fakt është edhe e vështirë apo jo? Po, si ju lindi ideja për të marrë pikërisht me këtë pjesë të rëndësishme për të rinjt? Po, ishte pak e vështirë, por kur unë ishe në shkollë mesme, unë ishe në programet si këta,
në institucione publike dhe private. Është shumë mirë të mësuar si funksionon, sepse më vonë kur ju jeni një student në universitet, ju doni të dini çfarë ju do të bëni më vonë si karrierë. Prandaj kam folur me njerëz në bashki, edhe në fillim ishte pak rezistencë, por më vonë ata kanë kuptuar pse është projekt i mirë, edhe tani besoj që nxënësit mendojnë që është projekt i mirë gjithashtu. E thot zonja është projekt i mirë. Pse? Do doja në fakt fjalën e të rinjve si janë ndjerë dhe si janë përfshirë te ky projekt. Atëherë djalë aty? Merre pak mikrofonin dhe prezantohu, lutem. Unë jam Egli Sufaj, nga shkolla Numani, hidhem në vitin e dytë. Nuk ka qenë një mundësi e madhe për ne të rinjt. Ne na është dhënë mundësia të plotësojmë disa formular dhe besoj se në bazë të përgjigjeve tona ishin disa pyetje në këtë formular dhe në bazë të përgjigjeve tona ne u përzgjedhëm. Jemi përzgjedhur në këtë projekt dhe tani po punojmë në hartimin e këtij projekti, e cila është një kinema verore. Mendojmë se kjo do na ftojë ne shumë dhe do na bëj më të vetëdijshëm se çfarë duam të bëjmë më vonë në jetë. Kaloj pak mikrofonin tek vajza. Atëherë, si u përfshit tek projekti dhe po ndihen një rehat në fakt në fazat e para të trajnimit? Po, atëherë siç e tha dhe partneri apo djali, plotësuam disa formular, shkruajtëm shkollën, emrin, gjithçka dhe u përzgjodhëm. Më pas ditën e parë kemi bërë prezantimet, Afroj pak mikrofonin të lutem? Po. Kemi bërë prezantimet, u prezantuam edhe me zëvend nën kryetarin e bashkisë zotin Flamur Mato. Më pas filluam me projektin. Fillimisht ditën e parë na dhanë si detyrë shtëpie që të mendonim 2 ide ose 2 tema për projektin. Cila ishte tema e parë që ti personalisht përzgjodhe? Pikërisht ishte krimi ose hapja një kinemaje verore në qytetin e Fierit. Në fakt e kam pasur këtë dëshirë që para disa vitesh dhe përderisa mu dha mundësia ta bëja këtë gjë. Pra e pas keni patur qëllim në vetvete të dy. Nga cila shkollë vinit? Unë quhem Arbora Edini dhe vi nga shkolla Janaq Kilica. Mirë, atëherë faleminderit Arbora, le të kalojmë në panelin tjetër. Dhe juve jeni gladiatorët e ardhshëm apo jo? Çfarë impakti ka dhënë projekti në fjalë tek juve? Nisim me vajzën ndoshta? Po, ky projekt na mëson se si mund të njihemi me administratën publike që na duhet në një të ardhme dhe na mëson gjithashtu që në një të ardhme mund të zgjedhim për të bërë një punonjës administratës publike ku ne po njihemi dhe tani me zyrat administratës publike. Gjithashtu në këtë projekt ne kemi menduar një kinema verore, pasi të rinjtë e Fierit nuk kanë mundësi argëtimi të tjera dhe kjo kinema verore do ishe besoj një mundësi argëtimi për të rinjtë e Fierit. Gjithashtu dhe kjo kinema besoj se t'japi një gjallëri tjetër qytetit tonë dhe do duket një qytet më ndryshe. Po, atëherë djali, nga cila shkollë vinit juve? Sota që jam Prisilda Hasaj. Po, vazhdo. Atëherë, unë jam Junis Mujllaj, vi nga shkolla Perikli Ekonomi. Për çfarë lloj impakti na ka dhënë projekti, unë do të thoja që kur mora vesh për këtë lloj projekti, u interesova shumë pasi doja të njihja administratën publike në radhë parë dhe mendova se nga ky projekt do ndihmonte që të vendosja të zgjidhja karrierën time në të ardhmen dhe vërtet po më ndihmon të zgjedh çfarë dua ke mësuar këto ditë? Këto ditë na ka ndihmuar që më shumë mbi shkrimin e projekteve që siç ka thënë dhe Florida është artë më vete, është diçka shumë e vështirë, por është edhe shumë e bukur. Nëse arrihet të fitohet projekti, do arrihet diçka shumë e bukur. Pra si të hartosh një projekt? Po. Pjesa e parë. Po. Të shkruajmë një projekt. Gjithashtu kemi mësuar, domethënë, funksionet e ndryshme të zyrave të ndryshme në bashki. Të gjitha ato pak a shumë formojnë një mozaik të madh, e cila është Bashkia e Fierit, të gjitha bëjnë punën e tyre, ndihmojnë njëra tjetrën. Kalojmë tek vajza. Në fakt e thanë shokët e tu pak më parë që janë njohur dhe me disa drejtori apo sektor të veçantë brenda bashkisë. Si funksionon administrata sot në Bashkinë Fier?
Atëherë unë quhem me Vizeka dhe sapo kam mbaruar klasën e 10 në shkollën e publike Dertliu, në gjimnazin. Atëherë ne javën e fundit jemi njohur me strukturën e bashkisë, e cila është ndarë në disa departamente dhe në drejtori. Kemi bërë vizita në drejtorinë e taksave, të shërbimeve sociale, gjithashtu edhe në zyrën me një ndalesë, e cila ka qenë një risi për qytetarët e fjerë që mos të enden më në përzyrat e bashkisë, por direkt të drejtohen aty dhe të zgjidhin problemet e tyre me personat përkatës për çështje të ndryshme. Sot, mos të fundi, kishim të takime me zyrën e tatimeve. Kemi marrë një informacion më të detajuar se si janë të ndara taksat e bashkisë, pse merren dhe llojet e ndryshme të tyre. Po. Atëherë kalojmë fjalën tek vajza tjetër. Nga vini? Unë quhem Kaltra Xhiraj dhe vi nga shkolla Dertliu, mbarova klasën e 10. Për sa i përket administratës publike, ne jemi njohur shumë me zyrat kryesore të bashkisë, të administratës publike. Jemi njohur me zyrën e shërbimeve sociale, të taksave, të zyrës me një ndalesë, dhe kemi mësuar në këtë projekt kemi mësuar se si të hartohet një projekt, si të shkruhet. Po, në fakt, Zonjusha Ali Hoxha, ju jepni një shërbim i cili është më tepër human, apo jo? E keni marrë ose keni arritur pritshmërinë që ju mendonit në fillimet e projektit, pra sa kanë arritur ta përthithin mesazhin tuaj apo mënyrën tuaj të sqaruarit të sektorëve apo administratës apo mënyrën se si funksionon momentalisht? Do thoya që pritshmëritë janë më të mëdha se nga çka kishim parashikuar. Si fillim nisi si një projekt për studentët e universitetit, pra shkollave të larta. Dhe këtu përfitoj nga rasti të bëj thirrje të gjithë studentëve që aplikojnë praktikën mësimore pra administratave publike të institucioneve. Bashkia Fier është e hapur për bashkëpunim, jo vetëm fiktiv, por real. Ndërkohë që do të thotë të jemi më të qartë, mund të bëjmë praktikën tek ju? Absolutisht po. E pam si një mundësi më të mirë për kontaktet të rinj me shkollat e mesme, duke menduar që ky internship do t'i ndihmoj qoftë edhe në përzgjedhjen e tyre të karrierës universitare, qoftë edhe për shërbimet që fundja administrata publike ka ndaj qytetarëve të tyre. Hartimi dhe shkrimi i projekti unë e kam cilësuar të themi si një shkencë unike, mjaftueshmërisht e vështirë, por që këta të rinj po japin maksimumin dhe që unë besoj dhe gjasat janë aq të larta që ky të jetë një projekt që ne do të arrijmë të marrim ato fonde, ato grante për të ndërtuar këtë kinema verore. Do doja të prekja pak dhe mënyrën e aplikimit, sepse pash që nxënësit e përmendën. Ne informuam të gjithë shkollat e mesme publike dhe private për mënyrën se si do të aplikohej dhe si do të zhvillohej ky program. Pra, le të themi kjo lloj praktike mësimore për nxënësit e shkollave të mesme. Ju shpërndan formularët dhe është përkatësisht ky lloj formulari, ju mund ta dhe ishin nxënësit e shkollave. Pra, nuk pati kritere për shpërndarje. Ato do t'ju shpjegoj, po. Mund ta fokusojnë dhe kamerat. Po, pra ky lloj formulari u shpërnda të gjitha shkollave të mesme, publike dhe private, u plotësuan nga nxënësit e shkollave dhe u dorëzuan pranë drejtorisë së hartimit politikave dhe monitorimit të strategjisë. U krijuan një komision, le të themi, i posaçëm, i cili u mor me vëzhgimin dhe studimin si dhe me përzgjedhjen e nxënësve për të ndjekur këtë trajnim, pra këtë eksperiencë. Për ta kaluar pak më vonë fjalën në fakt tek ju, do doja nga Manikovski të më sqaroj, flasim për programe internship, por në fakt për ata që na ndjekin në ekranin e televizionit Apollon, çfarë janë këto programe dhe ku konsistojnë në të vërtetë? Ku konsistojnë? Pra, flasim për programet internship që juve po implementoni. Çfarë janë këto? Po, internship është në për disa herë në universitet është si praktik këtu në Shqipëri. Edhe ju duhet të bëni një internship për të
mberuar me shkollë. Edhe kemi internship më të vogla, si projektin tonë 3 javë, jo një semester 4 muaj, për shembull. Edhe është më shumë për të mësuar si funksionon, edhe është mirë të di, si unë kam thënë më përpara, që çfarë ju doni të bëni më vonë, sepse ndoshta ju mendoni bashkia është një vend shumë i mirë për ju shkoni edhe mendoni që nuk është për mua, nuk është e përshtatshëm për mua. Edhe nëse ju kuptoni më shumë, ju do të dini më shumë për më vonë. Po, qartë, nuk e di nëse kishit diçka për të shtuar, se më Jo, atëherë ju kërkojmë ndjes, Suzan është vullnetare e Korpusit Paqes, ka një shqipe të mirë, po ndonjëherë për publikun, për të qenë më të qartë, pra programet internship mundsojnë të rinjt, pra studentët qoftë nxënësit e shkollave të mesme, për të marrë eksperiencë pranë administratave praktike, absolutisht është një ndihmë që ofrohet falas. Absolutisht po. Dhe kjo i ndihmon ata për të vendosur për karrierën e tyre në të ardhmen. Po. Pra, do doja në fakt të sqaronim dhe diçka tjetër, sepse bëri thirrje për studentët, por ajo që më ngacmon është pyetja pse pikërisht keni zgjedhur këto mosha? Dhe nuk mendoni që ndoshta një sqarim apo një projekt i tillë duhet të bëhet praktik edhe me moshat më të vogla se këto, aty në shkollën 9 vjeçare ku formohet edhe personaliteti i çdo fëmije? Po, ideja është për këtë projekt është më shumë si trajnim se i praktik. Po, edhe ideja është ndoshta jeni dakord edhe bashkia është që për vitin tjetër ne duam nxënësit nga për universiteti gjithashtu. Por praktik është mirë, por është mirë që ata kanë trajnime gjithashtu. Për shembull për etikën në stilet e punës. Po, stilet e punës edhe zhvillimin e karrierës. Po, sepse praktika është më shumë të bëj punë. Edhe është e vërtet, nxënësit në shkollët të mesme ndoshta nuk ka aftësi tani, por prandaj është si trajnim për si të krijojnë një projekt, si të shkruajnë, edhe ata do të rritjet aftësitë. Është mirë për punë më vonë edhe tani për punë në shkollë. Qartë. Ali Hoxha, mendoni është një projekt pilot apo jo? Nëse funksionon, ju do të vazhdoni dhe vitet e tjera në të ardhmen. Duke parë suksesin e këtij projekti deri më tani, mendojmë që do të jetë një projekt i përvitshëm. Mendojmë që do të vazhdoj të aplikohet me nxënësit e shkollave të mesme, por absolutisht dhe me studentët e universitetit. Qartë, më thatë përpara se të fillon emisioni që është bukur, por edhe shoku juaj besoj se e kapi pak në mënyrë sipërfaqësore, është bukur që të hartojnë projekte të tilla, sepse ju ndihmojnë në përzgjedhje. Pasqaro pak si. Ne tani hidhemi pjesa më e madhe këtu, hidhet në vitin e 2 të shkollës mesme, pra na ka mbetur ky vit dhe një vit tjetër. Dhe tani mendohet që pjesa më e madhe të rinjve mos ta kenë vendosur akoma se çfarë duan të vazhdojnë më vonë në një shkollë të lartë. Do thënë çfarë duan të bëjnë ata me jetën e tyre. Në vitin e tretë profilizojnë. Dhe nëse ata marrin këtë trajnim, ata do kenë mundësinë që të venë në të tëra zyra dhe të shikojnë punën e një ekonomisti, e një një juristi në gjitha profesionet. Në gjitha profesionet, dhe aty ata do shkojnë çfarë do të rreqë më shumë. Për shembull personalisht, ke bërë një zgjedhje këto ditë kështu, se ke humbtuar ti patjetër e ke studiuar tregun. Kam disa ide në mendje dhe duke parë punën në bashki dhe në administrat, jam gjithmonë më i vendosur të vete drejt shkencave politike. Dhe se më pëlqen administrimi dhe mendoj se kam ide që dua të implementoj në të ardhmen, në qoftë në një qeveri vendore, për shembull qoftë në administratën vendore, për shembull një bashki qoftë edhe më lart, si një deputet ose parlamentar. Po, jo, shumë mirë, thotë djali është një mision tek e fundit e gjithë secilit prej jush që të vendos për të udhëhequr në një fushë. Mirë, atëherë ta kalojmë tek vajza mikrofonin. Çfarë është administrata publike sipas teje? Sipas meje, administrata publike është një institucion për mua shumë i madh. Nuk e mendoja aq të madh administratën publike sepse personalisht nuk isha Afroj pak mikrofonin. Nuk më ishte dhënë mundësia që të
hyja në administratën publike, tani që po njihemi pak nga pak, po kuptoj se çdo gjë është e mirë organizuar, duke filluar që nga zyra me një ndales, më pas duke filluar me zyrat e tjera dhe duke përfunduar deri tek zyra e kryetarit të bashkisë apo tek salla e mbledhjeve. Qartë. Ta kalojmë tek djali mikrofonin. Në fakt të punosh në administratë, mendoni se është një luks sipas jush apo është një mision, një detyrim për t'i shërbyer qytetarit? Çfarë ke parë dhe çfarë ke marrë nga kjo esencë? Nuk mendoj se të punosh në administratën publike është luks, është detyrë. Po? Është administrata që është në shërbim të qytetarit, Po. jo qytetari në shërbim të administratës. Unë shikoj që ne kemi një brez inteligjent në fakt, se Absolutisht. këta janë të gjithë në moshë relativisht të re, apo fare të re. Po, Më tepër se kaq një Prandaj dhe ne kemi zgjedhur pikërisht si target po. group. Po, atëherë tek vajza, sepse kisha edhe pak më parë tek vajza këtu. Të dërtlut jeni të dyja ju apo jo? E keni njohur më përpara se çfarë ka qenë në fakt administrata publike apo thjesht keni parë institucionet nga jashtë si godina dhe kaq përfundonte dëshira për të njohur çfarë ishte brenda asaj industrie? Jo, unë thjesht kam dëgjuar për administratat publike edhe nuk e merja kur me mend që një ditë do isha dhe unë pjesë e një administrate. Sot je në fakt. Je pjesë e projektit, po. Jam pjesë e projektit. Por është një impakt pozitiv ai që do të sjell. Çfarë ke vendosur në fakt të përzgjedhësh, sepse besoj se te tatimet keni qenë thatë, apo jo? Po edhe tek shërbimet sociale keni qenë. Çfarë të ka bër për vete dhe cilin profesion dashuron këto ditë, se mund ta ndryshosh ti deri në fund projekt. Më pëlqen shumë psikologjia. Dhe ka qenë arsye e parë që unë kam aplikuar në këtë projekt. Po. Atëherë këtu kemi vetëm një numër të reduktuar të rinj, sa të rinj Atë në këtë trajnim janë 9 nxënës të cilët po trajnohen. Nëse ne, se duhet edhe A prisni element të tjerë apo projekti kjo fazë? jo, ky projekt faza e mbyllet me kaq? përzgjedhjes u mbyll. Tani vitin tjetër po, kur aplikimet të hapen, ndoshta mund të shkoj jo më shumë se sa 15 nxënës, pasi është realisht e vështirë dhe për të punuar dhe për të shkruar një projekt. Do doja të sqaroja që projekt propozimin që ne jemi duke shkruar me nxënësit, pra ndërtimin e një kinemaje verore, Po. Nëse ne në fund do të arrim të fitojmë fonde, do të jenë nxënësit të cilët do të vazhdojnë të jenë pjesë e zbatimit, pra do të jenë gjatë implementimit të projektit, do të jenë pjesë absolutisht kryesore gjatë promovimit të kinemas verore. Pra do të jenë ky grup të rinj në ndjekje të gjithë procesit, Gjatë deri gjithë në procesit, përfundim të po. ndërtimit, apo Po. jo? Do thotë që do keni një rol më të rëndësishëm se sa tani, apo jo? Kështu që shoh që administrata publike është parë si një godinë madhështore, kaq e paprekshme, sa nuk mund të depërtosh, por sot ata e shohin që është më se normale dhe e thjeshtë për të familiarizuar. Në fakt kam një pyetje për gjithë ju të rinj që jeni këtu. Keni një përfaqësuese të bashkisë, e lëm më njanë zonjën që përfaqëson korpusin e paqes, por me bashkinë. Do i themi sepse nuk na dëgjojnë ata të tjerët, çfarë po bën keq bashkia në fakt. Keni bërë një studim të administratës dhe mendoj që ka 10 meta apo? Ta nisim nga djali se më duket lider. Ndoshta ka më shumë, Merre mikrofonin. ndoshta di më shumë të meta. Të meta nuk Sepse shoh. patjetër që mund të ketë meta që të vish ti rregullosh, ndryshe ngele pa punë me të ardhmen. Mendoj se duhet të merret më shumë me punën e argëtimit, sepse argëtimi sjell më shumë turista. Dhe puna e turizmit është futur në planet e kësaj force politike që i fitoi zgjedhjet, por mendoj se duhet të ishte futur pak më tepër. Po? Për shembull, jo vetëm tek kultura, edhe tek më thënë, janë përqendruar tek sporti Po? dhe tek arkeologjia, por ka shumë më tepër. Po, mund ta marrësh mikrofonin.
së pari neve jemi fëmijë, se kemi mbushur akoma moshën 18 vjeç që të flasim për politikë, forca politike. Për mendimin tim nuk duhet të merremi fare me S'na këto dëgjojnë gjëra. ata, fol. Për sa i përket gjërave të këqija që mund të ketë në bashki, nuk mendoj, derisa kemi parë shërbimi që i bëhet popullit që në zyrën me një ndales, është shumë i mirë për mendimin tim. Një punonjëse që është atje gjithmonë i pyet ti për çfarë ke ardhur dhe i udhëzon ata për punën që kanë. Edhe për sa i përket bashkisë që nuk është marrë si tha dhe Egli nuk është marrë shumë me të rinjta, me argëtimin nuk është e vërtet. Bashkia ka shumë projekte për të rinjt, madje me sa kam dëgjuar unë vetë kryetari i bashkisë është shumë interesuar për të rinjt. Gjithmonë po ta vësh re. Afroj mikrofonin, të lutem. Se ti po ngre një problem madhor dhe s'të dëgjohet zëri. Po. Gjithmonë po ta vësh re, zoti Baftiar Zeqaj është gjithmonë i pranishëm në aktivitetet që kryejnë të rinjt. Gjithashtu para pak kohë dëgjova se është një projekt për krijimin e një qendre të re kulturore, ose më saktë rikonstruktimin e asaj që është në këto momente. Gjithashtu Bashkia e Fierit ka pasur gjithmonë ose ka qenë një mbështetje shumë e madhe për parlamentin rinor të Fierit. Prandaj s'mund të themi që nuk është marrë bashkia me të rinjt, sepse Ti sikur the që s'marr vesh nga politika, mos na bëj politikë. E kundërshton ti vajzën apo jo? Merja pak mikrofonin dhe tregoja vendin. Nuk thash që nuk ka. Thash që duhet të jetë pak më shumë nga çështë. Gjithashtu neve këto ditë kemi parë një projekt i cili është për një pallat sporti, i cili është projektuar dhe pritem fonde për të zbatuar. Ishte një projekt shumë i mirë për një pallat sporti kur mund të argëtoheshin të rinjtë e qytetit të Fierit dhe kur sportistat, futbollistat, të gjitha këtu do kishin një pallat sporti të tyre. Atëherë kalojmë mikrofonin tek shokët. Çfarë mund të bëj Çfarë bashkia bën keq, shumë keq, ose çfarë bën dhe mirë? Nuk di, sa kemi parë në ato zyrat që kemi vizituar na kanë pritur mirë. Ndoshta sepse jemi mysafir, ndoshta nuk e di. Me sa kemi parë punën e bëjnë mirë, por Keni marrë kontakt ju me qytetarët të cilët presin për një shërbim? Se ju e tham, juve do jeni promotori. qytetarë që presin shërbim, Po. Çdo ditë neve ndalojmë rrim të zyra me ndales dhe gjithmonë qytetarët e Fierit presin aty. Dhe gjithmonë zyra me ndales ka një komunikim shumë të mirë me qytetarët e Fierit, të cilët i udhëzon ata dhe nuk besoj se dhe qytetarët e Fierit dhe ne mund të kemi ndonjë gjë në kundërshtim, sepse zyra me ndales është bërë vërtet një zyrë e suksesshëm kur të gjithë qytetarët e Fierit priten shumë mirë. Po, Dertliu çfarë mendimi ka? Se këto na janë arrestuar të dyja bashkë. Jeni zë i fuqishëm sot. Çfarë bën mirë apo Çfarë bën keq një herë, se kjo na intereson më shumë ne që merremi me thashë theme ditë. Unë personalisht nuk kam pasur në një kontakt që të di domethënë se çfarë bën keq ose çfarë bën mirë, por ajo që më intereson mua, duke qenë se bëj pjesë tek të rinjt, ishte bashkëpunimi me të rinjt dhe me këtë projekt sikur u rregulluan pak punën. Le të themi. Dhe po ecën shumë. Duke qenë ju prezente, kontrolloni cep më cep bashkinë, apo jo? Po, edhe ndodh. Për sa i përket pyetjes, nuk mund të themi që bashkia bën ndonjë gjë keq, pasi bashkia gjendet gjithmonë në ndihmë të qytetarëve të Fierit dhe unë personalisht nuk më është dhënë mundësia që të shoh, që të kem kontakt shumë të afërt me qytetarët e Fierit për ndonjë problem që kanë ata, por me sa kam parë te zyra me një ndalesë, atje ofrohen qytetarëve mundësi shumë të shpejta për sportelet përkatëse. Qartë, ndalemi pak këtu tek cila lagje banon vajza? 16 prive. Janë bërë gjitha shërbimet lagjes tuaj nga bashkia? Sepse ti ke një mundësi më shumë tani, je bërë bashkëpunimi mes komunitetit që ti përfaqëson dhe bashkisë së Fierit. Kur kam pasur nevojë, kanë ardhur në ndihmë sportelet përkatëse të zyrës me ndalesë. Përpara se të vjeti. Po,
Mirë, atëherë, jo, folëm kështu që të çlirojmë pak edhe të rinjt, unë do doja debat në fakt, po mirë. Atëherë, kalojmë në një pikë tjetër. Nëse flasim për të rinjt të cilët në fakt kanë dëshirë ose u zgjohet dëshira duke qenë se dëgjojnë sot nga bashkëmoshatarët e tyre, nuk mendoni se duhet të ketë një shtrirje më të gjerë në përfshirje ose një gjithë përfshirje të këtyre të rinjve, të paktën ata që e kanë si dëshirë këtë pjesë, pra të mos u privohet, mos bëhet një përzgjedhje. E qartë. Atëherë nëse kërkesa do të jenë të larta nga të rinjt, ne kemi menduar që këtë program ta përsërisim ndoshta në muajin shtator. Pra gjithmonë nëse kërkesat do të jenë vetë të rinjt do të kërkojnë, do të tentojnë të jenë pjesë e këtij internshipi. Po, e thatë pak më parë në parantezë të kësaj bisede që kemi patur edhe bashkëpunime të tjera më të hershme me të rinjt. Cilat kanë qenë bashkëpunimet dhe ajo që më intereson mua të di është sa produktive janë këto mosha, çfarë impakti sjellin tek zhvillimi i qytetit. A bën këto mosha promotor të zhvillimit, sepse më intereson dhe mesazhi që këta duhet t'u japin bashkëmoshatarëve. Mendoj se nëse nuk është kjo moshë promotore, kush do t'jetë atëherë? Bashkëpunimi me të rinj nuk fillon këtu. Ne kemi të paktën, për aq sa unë kam qenë pjesë, por dhe më tej, ka filluar të paktën në fushatën që siç unë e përmenda, fushatën e riciklimit të mbeturinave. Parlamenti rinor dhe absolutisht të gjithë të rinjt e shkollave të mesme kanë qenë pjesë gjatë fushatave të ndërgjegjësimit për qytetarët për ndarjen e mbeturinave. Nuk ka qenë një punë e thjeshtë dhe ne nuk e kemi përfunduar, ashtu si dhe vetë projekti nuk është aq i thjeshtë për t'u aplikuar dhe për të patur rezultatet më të mira të mundshme, por mund të them që ka shkuar me sukses dhe të rinjt kanë qenë të parët të cilët kanë kërkuar të jenë pjesë e këtyre fushatave. Gjithashtu me shkollat nëntëvjeçare janë ndërmarrë fushata edukuese mbi riciklimin, për pastrimin, lyerjen e pemëve, së fundin e hapëm sezonin turistik në plazhin Seman, duke ndërmarrë një fushat pastrimi me të rinjt e qytetit. Kështu që mendoj se këto dhe bashkëpunime të tjera, qoftë artistike, duke përmendur projektet artistike kanë qenë të shumta, ku vetë të rinjt kanë qenë pjesë, qoftë pjesë e ndërgjegjësimit, por dhe pjesë protagoniste, duke përmendur projektin Shqipëria është kulturë apo të tjerë. Po, dhe diçka tjetër, në fakt, nga këta djemët do doja të dija, nëse do ta drejtoje sot bashkinë Fier, çfarë do të bëje? Merre mikrofonin. Nuk kemi kaluar akoma nga zyra e kryetarit bashkisë, kështu që nuk e di. Ke bërë një xhiro me. Jo. Po, atëherë po djali tjetër në mani? Mendoj se do bëja më shumë investime, sidomos në atë pjesë të qytetit që ka të bëjë me rinin. Në fakt Pasi në vitet e shkuara kjo pjesë gjithmonë ka qenë anashkaluar. Edhe gjithmonë ajo pjesë e rinisë që ankoi gjithmonë thosë që rritej dhe ikte në një shkollë të lartë ose shkonte punën e vet në një pjesë tjetër të jetës. Dhe tani më thënë që shkoj vet si një i ri, shkoj ato problematika dhe ato çfarë kërkon me të vërtet rinia. Po, çfarë do shtoni? Unë shtoja që për të bërë kryetar bashkie nuk duhet domosdoshmërisht të jesh mashkull. Duhet të jesh dhe femër, sepse edhe femrat janë të afta për të qenë drejtuese. Unë nëse do të isha kryetare bashkisë në një të ardhme, sigurisht që vëmendjen time do ta vija tek femrat, që ato të përfshihen sa më shumë në shoqëri, sepse është një mentalitet shumë i keq që ekziston kudo, jo vetëm në Fier, në gjithë Shqipërinë. E keni të njëjtin mendim ju vajzat e tjera? Normal që dhe femrat dhe meshkujt të jenë të barabartë në një shoqëri, nuk duhet të ketë dallime. Do ta drejtoje mirë bashkinë e Fierit? Pse jo? Po, atëherë për ta mbyllur dhe me vajzat e tjera? Për sa i përket çështjes së femrave. Jo, çfarë do bëje nëse do ta drejtoje ti? Nuk e di, nuk e kam menduar gjatë, por edhe ideja e Arborës për të
përfshirë sa më shumë femra është ide e mirë, shumë e mirë, por do një punë shumë të madhe, shumë kolosale për të arritur pak a shumë le të themi barazimin midis femrave dhe meshkujve. Po. Ju do ta arrinit këtë standard? Nuk e di, po un jam dakord me Arborën, me idenë e saj, edhe pse është shumë e vështirë që të ndryshosh këtë mentalitet, pasi shqiptarët e kanë krijuar këtë mentalitet dhe është e vështirë të ndryshohet. Gjithsesi sa të përfundoni ju studimet, sigur që është thyer ajo lloj tabuje. Për ta Shpresojmë. mbyllur, doja nga Manikovski 2 fjalë. Çfarë prisni pas 3 javësh trajnimi? Më falni, s'kuptova pyetjen. Çfarë do të bëjmë Mund ta pas? ndihmoni, po. At the end of the What will they do? Po, what do we expect? Po, më falni. So, shtat korrekt ne do të dorëzojmë, do të dërgojmë projektin tonë që ne kemi shkruar me qëllimet, objektivet, buxheti të gjitha. Do të bëjmë aplikim, edhe nëse ne fitojmë do të zbatojmë, edhe në fund ne do të flasim me nxënësit për të krijuar një projekt më mirë për herët tjetër. Ndoshta ata duan më shumë vizitet ose duan më shumë trajnimet, edhe do të rregullojmë për herë tjetër. Mirë, atëherë ju falenderoj që i ndat me ne dhe me publikun këto emocione. Është një projekt i cili vlen për të përgëzuar, është një sipërmarrje ndoshta e vështirë për ju, por në fakt është shumë e dëshirueshme për bashkëmoshatarët tuaj që po na ndjekin në ekranin e televizionit Apollon. Në fakt unë kam folur në këtë bisedë për administratën publike, shikues të nderuar, por shikoj tek këta të rinj dëshirën e tyre të madhe për të bërë promotori zhvillimit të qytetit të Fierit. Kësaj vlen për të përmendur edhe mënyra se si ata i perceptojnë gjërat, mënyra se si ata i organizojnë gjërat. Ai sa mua më lë të kuptoj që me të vërtetë ne kemi një brez i cili rritet me pretendime dhe që do ta çojë më tej jo vetëm administratën publike, por në të gjithë sektorët do të ketë një gjithë përfshirje. Ju falenderoj të gjithëve. Shikues të nderuar, faleminderit që na keni ndjekur këto minuta, faleminderit që na bashkë shoqëroni në të gjitha emisionet tona, bashkë mirupafshim.